Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 28 vjeçe dhe gjatë viteve të fundit kam filluar të kuptoj rëndësinë e vendimeve që marr për trupin dhe jetën time. Nuk ka qenë një rrugë e lehtë sepse emocioni dhe dëshira shpesh më kanë bërë të veproj pa menduar për pasojat. Por një gjë e kisha gjithmonë të qartë. Nuk doja të humbisja kontrollin mbi jetën time, nuk doja të mbetesha shtatzën pa qenë gati. Në fillim, çdo marrëdhënie që kisha më dukej e thjeshtë, një mënyrë për të ndjerë afeksion dhe afrim, për të ndarë momente intime. Por gjithmonë, kur shfaqej ky afeksion, mendja ime kalonte duke menduar: çfarë mund të ndodh pas kësaj? Mund të ngelem shtatzan? Po fëmijën, si do ta arris? Ky mendim më mbushte me shumë ankth. Fillova të kuptoj se dëshira nuk është gjithmonë e mjaftueshme për të marrë vendime të sigurta. Në një moment, një marrëdhënie që po zhvilloja filloi të më bënte të ndjeja presion emocional dhe fizik. Ishte e qartë se unë nuk isha gati për pasojat që mund të sillte. Fillova të analizoj çdo situatë, çdo veprim, çdo fjalë që unë apo partneri im bënim. Pas disa ditësh reflektim, mora një vendim. Duhet të ruaja kontrollin mbi trupin dhe jetën time përpara çdo gjëje tjetër. Dhe kështu vendosa që të kryeja marrëdhënie vetëm anale. Nuk ishte një vendim i lehtë, ishte një vendim i shëndetshëm, i përgjegjshëm dhe i domosdoshëm për mua. Ditët dhe javët që pasuan u bën një provë e vërtetë. Çdo marrëdhënie, çdo takim, çdo mesazh nga partnerët më kujtonte se sa e rëndësishme ishte të vendosja kufi dhe të mos lejoja situata të rrezikonin të ardhmen time dhe shëndetin tim. Mësova çdo ditë më shumë për veten, për ndjeshmërinë që kisha, dobësitë e mia, por edhe për forcën që mund të zhvilloja për të mos u manipuluar apo për të shmangur pasojat që nuk isha gati t'i përballoja. Reflektimi ishte i gjatë dhe shpesh i dhimbshëm. Më duhej të shikoja veten në pasqyrë dhe të pranoja se emocioni dhe dëshira nuk mund të jenë kurrë më të rëndësishme se sa siguria dhe pavarësia ime. Fillova të kuptoj se çdo vendim i ndërmarrë me mend dhe me kujdes ishte një hap drejt forcës dhe kontrollit mbi komplet jetën time. Me kalimin e kohës, vendimi që kisha marrë nuk ishte më vetëm një zgjedhje për një moment. U bë një mënyrë jetese, u bë një parim jetës time. Çdo ditë përpiqesha të respektoja kufitë e mi, të shija marrëdhëniet nga një këndvështrim i matur dhe të shmangja situatat që mund të më sillnin pasojat që unë kisha frikë. Ndërkohë që ndodhesha në këtë rrugë, kuptova se forca e vërtetë nuk është në tërheqje apo emocion momenti, por në vetëdijen dhe vendosmërinë për të ruajtur kontrollin mbi jetën tënde. Pas disa muajsh reflektimi ndjeva një qetësi shumë të madhe. Nuk kisha nevojë të ndjeja faj apo turp për zgjedhjet e mia. Shumë partnerë mu larguan për këtë arsye. Por nuk isha e detyruar të veproja se si ata e pëlqenin, apo për të plotësuar pritshmëritë e tyre. Kjo qetësi dhe vetëdije e re më bëri të ndjem më e fortë dhe më e lidhur me trupin dhe mendjen time. Në fund, ajo që më mbeti nga e gjithë kjo përvojë ishte pikërisht mësimi i qartë dhe i fortë. Respekti dhe kontrolli mbi trupin dhe jetën tonë janë më të rëndësishme se çdo ndjesi momentale apo çdo lidhje që nuk e respekton këtë gjë. Vendimi im për të vepruar me maturi dhe për të shmangur rreziqet që nuk isha gati t'i përballoja, më lejoi të zhvilloja një ndjenjë të fuqishme sigurie dhe pavarësie. Nuk ka qenë një rrugë e lehtë sepse emocioni dhe dëshira shpesh më kanë bërë të veproj pa menduar për pasojat. Por një gjë e kisha gjithmonë të qartë. Nuk doja të humbisja kontrollin mbi jetën time, nuk doja të mbetesha shtatzën pa qenë gati. Në fillim, çdo marrëdhënie që kisha më dukej e thjeshtë, një mënyrë për të ndjerë afeksion dhe afrim, për të ndarë momente intime. Por gjithmonë, kur shfaqej ky afeksion,
Mendja ime kalonte duke menduar, çfarë mund të ndodh pas kësaj? Mund të ngelem shtatzan? Po fëmijën, si do ta arris? Ky mendim më mbushte me shumë ankth. Fillova të kuptoj se dëshira nuk është gjithmonë e mjaftueshme për të marrë vendime të sigurta. Në një moment, një marrëdhënie që po zhvilloja filloi të më bënte të ndjeja presion emocional dhe fizik. Ishte e qartë se unë nuk isha gati për pasojat që mund të sillte. Fillova të analizoj çdo situatë, çdo veprim, çdo fjalë që unë apo partneri im bënim. Pas disa ditësh reflektim, mora një vendim. Duhet të ruaja kontrollin mbi trupin dhe jetën time përpara çdo gjëje tjetër. Dhe kështu vendosa që të kryeja marrëdhënie vetëm anale. Nuk ishte një vendim i lehtë, ishte një vendim i shëndetshëm, i përgjegjshëm dhe i domosdoshëm për mua. Ditët dhe javët që pasuan u bën një provë e vërtetë. Çdo marrëdhënie, çdo takim, çdo mesazh nga partnerët më kujtonte se sa e rëndësishme ishte të vendosja kufi dhe të mos lejoja situata të rrezikonin të ardhmen time dhe shëndetin tim. Mësova çdo ditë më shumë për veten, për ndjeshmërinë që kisha, dobësitë e mia, por edhe për forcën që mund të zhvilloja për të mos u manipuluar apo për të shmangur pasojat që nuk isha gati t'i përballoja. Reflektimi ishte i gjatë dhe shpesh i dhimbshëm. Më duhej të shikoja veten në pasqyrë dhe të pranoja se emocioni dhe dëshira nuk mund të jenë kurrë më të rëndësishme se sa siguria dhe pavarësia ime. Fillova të kuptoj se çdo vendim i ndërmarrë me mend dhe me kujdes ishte një hap drejt forcës dhe kontrollit mbi komplet jetën time. Me kalimin e kohës, vendimi që kisha marrë nuk ishte më vetëm një zgjedhje për një moment. U bë një mënyrë jetese, u bë një parim i jetës time. Çdo ditë përpiqesha të respektoja kufitë e mi, të shija marrëdhëniet nga një këndvështrim i matur dhe të shmangja situatat që mund të më sillnin pasojat që unë kisha frikë. Ndërkohë që ndodhesha në këtë rrugë, kuptova se forca e vërtetë nuk është në tërheqje apo emocion momenti, por në vetëdijen dhe vendosmërinë për të ruajtur kontrollin mbi jetën tënde. Pas disa muajsh reflektimi ndjeva një qetësi shumë të madhe. Nuk kisha nevojë të ndjeja faj apo turp për zgjedhjet e mia. Shumë partnerë mu larguan për këtë arsye, por nuk isha e detyruar të veproja se si ata e pëlqenin, apo për të plotësuar pritshmëritë e tyre. Kjo qetësi dhe vetëdije e re më bëri të ndjem më e fortë dhe më e lidhur me trupin dhe mendjen time. Në fund, ajo që më mbeti nga e gjithë kjo përvojë ishte pikërisht mësimi i qartë dhe i fortë. Respekti dhe kontrolli mbi trupin dhe jetën tonë janë më të rëndësishme se çdo ndjesi momentale apo çdo lidhje që nuk e respekton këtë gjë. Vendimi im për të vepruar me maturi dhe për të shmangur rreziqet që nuk isha gati t'i përballoja, më lejoi të zhvilloja një ndjenjë të fuqishme sigurie dhe pavarësie.